Një ekspozit me bijuteritë e krijuara nga kompania prestigjioze dhe luksoze Cartier, duke përfshirë orë dhe kurora, do të hapet në Muzeun VDA të Londrës. Themeluar nga Louis François Cartier në Paris në vitin 1847, biznesi i drejtuar nga familja vazhdoi të bëjë një emër i njohur i familjes mbretërore dhe hyjeve. Kjo firmë nuk del kurrë nga moda. Ne e shohim të veshur nga aristokracia angleze 100 vjet më parë dhe Hollywood i sot, tha kuratoria e lartë e bijuterive në Muzeun VDA Helen Molesworth në prezantimin e Cartier. Kemi një kuror të mrekullueshme që është bërë në vitin 1902 për konteshën e Wessex kurorëzimit atë vit. Kemi versionin e përditësuar të saj të vendosur nga Rihanna në një fotosesion të vitit 2016. Pra është ripërdorur mbi 100 vjet më vonë në stilin e ditëve moderne. Dhe unë mendoj se ky është një nga dizajnet më të bukur të Cartier. Nuk del kur nga moda. Është i ripërdorshëm në një kontekst modern dhe ne shohim të veshur nga aristokracia angleze 100 vjet më parë, por edhe nga Hollywoodi sot. Lidhja midis Cartier dhe familjes mbretërore britanike, tha Molesworth, daton në vitin 1902, kur Eduardi VII lëshoi urdhrin e tyre të parë mbretëror, një certifikat për ofrimin e mallrave dhe shërbimeve për familjen mbretërore. Kemi një histori të bukur londineze me familjen mbretërore, ku Eduardi VII në fakt ndihmoi në mbështetjen e Cartierit të ngritur në Londër në 1902-shin, i dha atij urdhrin e parë mbretëror në 1904. Dhe çdo brez i familjes mbretërore ka lëshuar një urdhër mbretëror që atëherë. Pra, kjo është një dëshmi e madhe për shkëlqimin e kompanisë dhe modeleve të tyre. Përbërja e disa prej 350 bijuterive dhe objekteve të ekspozuara është me një diamant të rrallë roz, që mbretëresha Elisabeta II e porositi në vitin 1953. Për shembull, një spil të cilën e vendosi më vonë në dasmën e mbretit Charles me princeshën Diana. Një kapse në formë trëndafili e porositur në vitin 1938 dhe e veshur nga princesha Margaret në kurorëzimin e motrës së saj, është gjithashtu pjesë e kësaj ekspozite. We have a wonderful tiara that was made in 1902 for the Countess of Wessex to wear to the coronation that year. Ne kemi 350 bijuteri dhe objektet e ekspozuara nga koleksionet nga e gjithë bota. Por është shumë bukur për njerëzit që ta shohin këtë sot, sepse do të doja që vizitorët të vinin në VDA dhe të merrnin një ndjenjë gëzimi dhe bukurie dhe mendoj se është një mënyrë e mrekullueshme për të gjetur lumturinë në dizajn. It's reusable in a modern context, and we see it being worn by English aristocracy 100 years ago and Hollywood royalty practically today. Ndërkohë, artikujt e lidhur me të famshmit përfshin unazën e fejesës së këngëtares Grace Kelly, e parë në filmin e vitit 1956 High Society, dhe një gjerdan rubini i aktores Elizabeth Taylor, të cilin i adhuroi bashkëshorti i saj i tretë, Mike Todd. Ekziston gjithashtu një orë dore prej ari nga viti 1962 në pronësi të irzonjës së parë Jackie Kennedy dhe më vonë nga Kim Kardashian, si dhe një kurore vitit 1902 që është bërë për konteshën e Wessex dhe që prej atëherë u përdor në vitin 2016 nga këngëtarja Rihanna.
curators have chosen that. Well, one of the most famous transitions from real royalty, from Hollywood royalty, is Grace Kelly. We have her engagement ring that she wore in high society in 1955. Si historiane e bijuterive, unë shoh se si ata kanë përdorur shumë elemente mrekullueshëm për të dalë me ide të reja brillante. Ata gjithmonë kanë kaluar përtej kufive dhe për çdo pikë të re në histori, ata kanë një shenjë të trashëgimisë së tyre. Ata kanë nxjerrë gjithashtu bijuteri të reja që i përkasin gruas moderne. Given to Jackie Kennedy. E po, një nga tranzicionet më të famshme nga mbretëria e vërtet është Grace Kelly. Ne kemi unazën e saj të fejesës që e mbante në High Society në vitin 1955, kemi një gjerdan të bukur me rubin që bashkëshorti Mike Todd i dhuroi Elizabeth Taylor. Ajo u emocionua shumë. Kemi një orë të mrekullueshme të Jackie Kennedy e bler më vonë nga Kim Kardashian, pra përsëri një ripërdorim i Cartierit. Kanë qenë nipërit e Cartier ata që shtyn dominimin global të markës, që hapi deg jashtë Francës në qytete si New Yorku dhe Shën Petersburgu. Cartier, që mbeti nën kontrollin e familjes deri në vitin 1964, aktualisht është në pronësi të kompanisë zvicerane Richemont.